Përballja shumë pritur mes Shqipërisë dhe Serbisë, e cila do të zhvillohet në stadiumin Air Albania në Tiranë, do të luhet me një kufizim të rëndësishëm për sa i përket pranisë së tifozëve në shkallët e stadiumit. Federata Shqiptare e Futbollit është dënuar nga Komisioni Disiplinor i FIFA-s për sjellje diskriminuese të ndodhura gjatë ndeshjes me Andorrën në kuadër të eliminatorëve për kampionatin evropian. Si rrjedhoi, 20% e kapacitetit e stadiumit do të jetë mbyllur për tifozët e zakonshëm në ndeshjen kundër Serbisë. Vendimi i FIFA-s prek rreth 4400 vende në arenën kombëtare, e cila ka një kapacitet të përgjithshëm prej rreth 22000 vendesh. Kjo është një goditje për atmosferën që pritet të ishte elektrizuese në këtë sfidë me rëndësi të madhe, sportive dhe simbolike për vetë historinë midis dy vendeve. Më të prekurit nga ky vendim janë tifozët ultras, të cilët tradicionalisht vendosen pas portave. Këto sektor do të jenë të mbyllura për publikun dhe do të rezervohen për grupe komuniteti dhe organizata që punojnë kundër diskriminimit, sipas direktivave të FIFA-s. FSHF ka marrë përsipër gjithashtu që të hartojë dhe të paraqesë një plan të detajuar kundër diskriminimit, i cili duhet të miratohet nga FIFA. Aktualisht ky plan është në proces hartimi dhe po trajtohet me seriozitet nga autoritetet shqiptare të futbollit, pasi është një detyrim për të shmangur sanksione të mëtejshme në të ardhmen. Zëdhënës të FSHF-s kanë konfirmuar se janë në kontakt të vazhdueshëm me FIFA-n për zbatimin e kërkesave dhe për të garantuar që një situatë e tillë të mos përsëritet. Ndërkohë mediat në Shqipëri raportojnë se pjesët e stadiumit që do të qëndrojnë të hapura do të kenë kontrolle më të rrepta sigurie dhe do të monitorohen nga afër për të shmangur çdo incident të mundshëm. Përballja me Serbinë mbart një histori të tensionuar si në aspektin sportiv, ashtu edhe atë politik dhe historik, ndaj edhe FIFA ka qenë e kujdesshme në trajtimin e kësaj ndeshjeje, duke marrë masa parandaluese për çdo formë shkelje të etikës dhe rregullave të sjelljes. Kufizimi i kapacitetit të stadiumit është një paralajmërim i qartë për të gjitha federatat e tifozë në botë se sjellja diskriminuese nuk tolerohet më në asnjë formë nga institucionet drejtuese të futbollit. Për Shqipërinë ky është një moment reflektimi dhe një mundësi për të treguar se është e gatshme të ndërmarrë hapa konkret drejt një futbolli më përfshirës dhe të respektueshëm. Sa kaq FSHF-ja ka bërë thirrje për mbështetje me qytetari dhe respekt ndaj rregullave për të treguar se Shqipëria mund të organizojë ndeshje të nivelit të lartë në përputhje me standardet ndërkombëtare.